Më shumë domethënë që ka pas më shumë stabilitet ka qenë Franca dhe Argentina. Mendoj që këto dy ekipe do të jenë favorite për të gjetur dhe trofeun. Por edhe Spanja është aty, Gjermania është prezent, por surprizë mendoj që do jetë Maroku, ka një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë dhe lozë me intensitet jashtëzakonshëm dhe me dëshirë dhe me agresivitet që është për të admiruar në fushën e lojës. Pse Norvegjia nuk duket surpriza, apo nuk hyn më atë surprizat Norvegjia? Po nuk mendoj që ka të potencialin që ka Maroku, duke parë edhe kundërshtarët që është përballë Marokut. Maroku është përballë me Brazilin, me ndeshje të jashtëzakonshme. Duke përballë më shumë se e barabartë, ose mos them deri diku ishte më superior ndaj Brazilit. Kurse Norvegjia pavarësisht me një super sulmues që ka si Haaland, mendoj që po bën diferencën dhe është rrugën e dur, por duhet parë edhe për blastet që do kenë rrugës. Po mendoj që prova më e madhe ka bërë Maroku që përballë një ekip big siç është Brazili. Okej. Ndërkohë, Alfred Ndale bate ndeshja e sotme ku nisin edhe ndeshjet e treta, Kanada, Zvicër, Bosnje, Hercegovin, Katar. Është ndeshje që luhet në orën 21 dhe po ashtu Bosnje, për këtu janë Zvicra me Kanadan dhe Bosnja me Katarin për grupin B. Si ishe? Janë dy ndeshje që luhen në orën 21. Duke sikur Zvicra me Kanadan me një barazi me kanë siguruar, kështu që po është e vërtetë, domethënë Zvicra po, por mendoj që Bosnja duhet, domethënë e ka për jetë vdekje, mendoj që duhet një fitore patjetër për të kaluar në turin tjetër. Pavarësisht edhe asaj që çfarë dha me ndeshjen me Zvicrën, por një ndeshje pjesën e parë është shumë mirë, por mendoj që largimi i kartonit që ndërmbrojtësi mendoj që i penalizoi shumë skuadrën. Por mendoj që Bosnia do ta kalojë këtë tur. Por Zvicra është aty, sepse ne dhe kemi një suport, një mbështetje në Zvicrë, kemi edhe shqiptarët e Kosovës që janë aty